Edhe pse ka shtim të rrisjeve që vijnë nga obeziteti dhe mungesa e aktivitetit fizik, shqiptarët vazhdojnë të mos i kushtojnë aq sa duhet vëmendje ecjes apo vrapit. Sipas anketave të bëra, vetëm 14.4% e të rinjve kanë kryer 30 minuta veprimtari fizike në 5 ditë të javës, ndërsa nxënësit e shkollave janë shprehur në anketa se vetëm 2% e tyre bëjnë veprimtari fizike duke i zvendësuar lojrat në natyrë dhe vrapin me qëndrimin përpara televizorit. Në ditën kombëtare të aktivitetit fizik, Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili tha se gjatësia do të bësh vazhdimisht veprimtari fizike. Shpeshherë njerëzit janë drejtuar më tepër drejt barnave, drejt spitaleve, drejt qendrave shkencore, drejt mjeteve medikale, duke harruar shpesh që ka shumë gjëra që mund të bëhen më përpara, të cilat sigurojnë një organizëm të shëndetshëm. Por ka dhjetra qytetarë të cilët kanë shmangur dembelizmin duke ecur dhe vrapuar përgjatë liçenit artificial. Një pjesë e tyre thonë se kryejnë vazhdimisht aktivitet fizik. Tani edhe koha u bë shumë e bukur, kështu që nuk ja vlen më të shkosh në për palestra të humbasë shorte kota, sepse shumë mirë mund të bësh një shëtitje në natyrë, ndihmon më shumë dhe ajri është më i pastër. Kam dal kastile tani tiki në këmbë. Në botë çdo vit vdesin 3.2 milion njerëz për shkak të sëmundjeve që vijnë nga inaktiviteti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, njerëzit inaktiv rrezikojnë vdekjen 20 deri në 30% më shumë se ata që kryejnë aktivitete fizike. Inaktivët janë më të predispozuar të preken nga sëmundjet kardiovaskulare, diabeti, dëmtimi në trusi dhe obeziteti. Për të shmangur sëmundshmëritë, mjekët rekomandojnë kryerjen nga 30 deri në 120 minuta fizkulturë në 5 ditë të javës.